E dyta, diskutimi ka qenë, unë e kam shprehur dhe kam thënë që drejtuesit politik duhet jenë listë e hapur. Problemi që më duket se ka argumenti im, është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë, dhe nga ana tjetër nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të garës, të ndeshjes nga ana jonë. Pasi drejtuesit politik do të ishin të fokusuar për të marrë vota për vete dhe me një status më të veçantë do të krijonin pabarazi vetvetiu dhe do të çorientojë gjithë skuadra. Ndërkohë që skuadrat e qaqeve do të jenë super kompakte dhe duhet të kenë drejtim politik dhe drejtuesit politik duhet garantojnë që të gjithë deputetët dhe deputetët që janë në garë të kenë një hapësirë të barabartë, sa më të barabartë. Dhe asnjë drejtues politik natyrisht nuk besoj kurrë që mund të futet në preferenca se për kë duhet votojnë antarët e Partisë Socialiste dhe qytetarët. Kjo është e padiskutueshme. Dhe natyrisht e njëjta gjë vlen në rastin tim, me thënë drejtën, as e kam pasur dhe as e kam shumë idenë se pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë. Dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Kështu që kush është në listën e hapur duhet të jetë një garë shumë të barabartë. Ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund dhe mos janë fare në listë. Duke qenë deputet i të gjithëve për detyrën që kam. Dhe për mos i zënë vendin askujt. Kjo është pak a shumë pamja sot, ndërsa për sa i përket deputet TV, po shkojmë drejt të njëjtit princip. Por do shohim deri në fund si do materializohet, të gjitha deputetet që kanë qoftë një mandat do të jenë në fushë.